E vërteta çdo herë triumfon. Por është vetëm çështje kohe. Allahu në Kur'an thotë: "Wa qul jaa al-haqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa." Thuaj o Muhammed se ka ardhur e vërteta dhe është shkatruar, është çrënjosur e kota. Dhe s'ka dyshim se e kota çdo herë ka qenë e çrënjosur. Nga se e kota ndërtohet mbi pavlerësi, ndërtohet mbi kotësi. Prandaj nuk qëndron. E kota mund të dominojë për një periudhë caktuar për shkak të largimit të së vërtetës, për shkak të mos angazhimit të muslimanëve me të vërtetën. Allahu i sprovon. Dhe ne e dim që Allahu në Kur'an tregon se kurthi i djallit mallkuar është shumë i dobët. Inna kayda shaytani kana dha'ifa. Padyshim se kurtha e shejtanit është e dobët. E si ndodh që shejtani me dominu? Si ndodh që e keqja me dominu në botë? Ndodh për shkak se të mirët, për shkak se bartësit e të vërtetës largohen nga e vërteta. Prandaj dominon e keqja. Ata që duhet me promovu të mirën, e braktisin të mirën. Dhe këtu vijnë në skenë pastaj e keqja. Si kur të mirët ta promovonin të mirën, qëndronin në këtë mirësi dhe të qëndronin stoikisht në vërtetësi, atëherë e keqja do të ishte përherë e dobët. Sepse përballë të keqës është e mira hynore, është e mira Allahut subhanahu wa taala. Përballë të pavërtetës është e vërteta që Zoti e ka zgjedhur. Prandaj si arriti pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me çrënjos të pavërtetën, me praktikim të urdhrave të Zotit. Sa herë që na i praktikojmë urdhat e Allahut, do të ngritemi, do të çlirohemi, edhe individualisht, edhe kolektivisht, madje edhe si ummet në tërësi. Sepse Allahu ka garantuar për një gjë të tillë: "Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil." Ka ardhur e vërteta dhe është shkatruar, është çrënjosur e pavërteta, me të vërtetën e Allahut subhanahu wa taala. Diçka që nuk është paramenduar, nuk është imagjinuar që ka marrë dita në Mekë, kanë mu shkatruar gjithë idhujt. Edhe prej kuj? Prej dorës së Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Po t'ju thuaj kjo me kelive para shumë viteve, në fillimin e shpalljes, ata nuk do të besonin. Do ta përqeshnin Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, sikur se kanë përqesh për shumë gjëra tjera. Por qëndrimi në të vërtetën, promovimi i të vërtetës bën që me ardh dita që ajo me dominu. Prandaj edhe erdhi dita që u shqirua Mekka. Madje u qirua në një mënyrë që Allahu i Madhërisëm e ruajti shenjtërinë e saj, e ruajti shenjtërinë e Mekës.